Territori shqiptar për datën 27 nëntor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të paqëndrueshme me mot të lagësht dhe merreshje në pjesën më të madhe të vendit. Paraditja do të sjellë shira të herë pas hershme në zonat jugperëndimore, ndërsa pasditja do të theksojë rreshjet në lindje dhe zonat malore ku do të ketë edhe dëbor. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 0 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 17 gradë Celsius në zonat e ulta dhe bregdetare. Gjatë ditës priten rreth 1 deri në 2 orë diell në pjesët perëndimore ku rreshjet do të jenë më të rralla. Era do të fryjë nga drejtimi juglindje me shpejtësi 3 deri në 5 metra për sekond, ndërsa përgjatë bregdetit pritet të arrijë deri në 6 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 27 nëntor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 27 nëntor do të jetë në orën 6:36, ndërsa perëndimi në orën 16:21 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 9 deri në 12 gradë Celsius. Kukës 3 deri në 8 gradë Celsius. Peshkopi 6 deri në 9 gradë Celsius. Tiranë 13 deri në 16 gradë Celsius. Durrës 11 deri në 17 gradë Celsius. Kavaj 11 deri në 15 gradë Celsius. Elbasan 10 deri në 14 gradë Celsius. Berat 11 deri në 14 gradë Celsius. Korçë 5 deri në 8 gradë Celsius. Vlorë 13 deri në 16 gradë Celsius. Gjirokastër 10 deri në 13 gradë Celsius. Sarandë 12 deri në 15 gradë Celsius.